Pamfleti zbardh vendimin e qeverisë që grabit fondin e emergjencave për të financuar propagandën elektorale të partive. Më 4 prill 2025 me VKM numër 199, Babloku ndau 1.5 milion euro shtesë për fushatat, pasi PS dhe PD nuk ishin të kënaqura me 1.1 milionat që u dha KQZ. Parat u morën nga fondi i emergjencave që sipas ligjit është për tërmete, përmbytje dhe raste jetike mjekësore. Ndërsa mira qytetarë kërkojnë ndihmë për të shpëtuar jetën e fëmijëve dhe nuk marrin asnjë përgjigje, ministrat, deputetët dhe yjet e propagandës mjekohen me paratë të shtetit në spitale private jashtë vendit nga 15 deri në 40.000 euro secili. Kjo është fytyra e vërtetë e shtetit që ushqen propagandën dhe braktis popullin. Kur bëhet fjalë për ndihmë financiare për trajtim mjekësor urgjent të një fëmije apo një nëne nga familje në nevojë, Babloku nuk lëviz as gishtin, por kur vjen puna për fushatat e partive nuk ursen as fondet e emergjencës. Më 21 mars 2025 KQZ shpërndau 1.3 milion euro për fushatën elektorale, ku PS përfitoi 652.000 euro dhe PD mori 448.000 euro, por as këto nuk i mjaftuan dy partive kryesore. Me një vendim qeverie të datës 4 prill 2025 numër 199, Babloku autorizoi edhe 1.5 milion euro shtesë marrë nga fondi rezervi emergjencave. Nga ky fond shtesë PS do të përfitojë edhe 700.000 euro, në total 1.352.000 euro, ndërsa PD edhe 500.000 euro, në total 950.000 euro. Pjesa tjetër do ndahet mes 9 partive të vogla sa për syefaqe. Ironikisht ky fond përdoret për fushata elektorale, ndërkohë që shteti nuk reagon kur qytetarët në nevojë kërkojnë ndihmë për jeta vdekje. Por kur bëhet fjalë për trajtime luksoze jashtë shtetit për ministra, deputet, kryebashkiak apo miqtë e Bablokut, nga 15 deri në 40.000 euro dalin menjëherë nga arka e shtetit, edhe për ndonjë puçër në prapanic të ndonjë showmeni televiziv. Taksat që shqiptarëve u merren me gjoba, kërcënime dhe kamat vonesa nuk shkojnë për shëndetin e tyre, por për shëndetin politik të partive. Ky është shteti social i Bablokut.